Kandidati i pavarur për kryetar të komunës së Gostivarit Visar Ademi ka ftuar sot bartësit e listave të të gjitha partive politike për takim për të diskutuar bashkërendimin për ndryshimet në Gostivar, luftën kundër korrupsionit si dhe menaxhimin më të mirë të qytetit, me qëllim pastrimin e të njëjtit nga mbeturinat, qente ndacak dhe ndërtimet pa leje. Nga kjo foltore, nga kjo preskonferencë, unë dua që t'i ftoj dhe t'i sfidoj të gjitha bartësit e këshillit nga partitë politike që të mundemi të takohemi edhe t'i shohim planet e njëri tjetrit me qëllim që të mundemi të bashkërendojmë për 3 principet e mia që i shpalla në preskonferencën e kaluar. Ajo është ta pastrojmë Gostivarin një herë për gjithmonë nga korrupsioni. Korrupsioni e han një gjeneratë të tërë. Edhe ne nuk kemi kohë të bëjmë ekuivoke dhe të bëjmë kompromise me korrupsionin, sepse korrupsioni na i ka marrë 30.000 qytetarë, na i ka çuar në imigracion, i ka çuar jashtë Gostivarit, edhe ne po kthehemi në qytet i pleqjve dhe ne kthehemi në qytet të qenve, ndacak. Ne duhet të bëjmë këtë qytet me mirëqenie më të mirë ekonomike, arsimore, sociale, kulturore për qytetarët, edhe nëse nuk merremi me korrupsionin si fenomen, ne s'kemi për gjatë dalë asnjëherë. Pa marrë parasysh ideologjitë, pa marrë parasysh llogot dhe pa marrë parasysh se cilat parti nga cilat parti vijnë. Prandaj unë sfidoj, i them që hajde të takohemi, ta bëjmë një herë, të bëjmë një plan dhe të bëjmë një plan veprimi se si do luftojmë me korrupsionin. E dyta është si do luftojmë me mbeturinat. Mbeturinat e shikoni ju që Gostivari është bërë një qytet i cili nuk dilet jashtë nga errat e mëdha, nga deponitë e egra, nga mbeturinat e mëdha, të cilat do duhet një konsensus shoqëror dhe politik edhe popullor për ta pastruar Gostivarin një herë për gjithmonë. Ky qytet ka qenë i pastër, ka qenë i bukur, ka qenë plot jetë dhe dinamik, tani nuk mund të dalish në një lagje pa mos pa një lloj deponie tegër apo pa mos pa një vend për cila sundon ose pamje e parë ose figura e parë është mbeturina. Kjo duhet të jetë para se gjithësh konsensus i këtë partive politike. Dhe e treta është pa mos shkuar tek zhvillimi është ta pastrojmë Gostivarin nga qendra ndacak. Sot ne i kemi fëmijët që cilët shkojnë në ora 7 mëngjes në shkollë, edhe ato kanë frikë shkojnë vetëm, duhet prindërit të angazhohen që t'i dërgojnë me veturë apo me ndonjë mjet lëvizës që ato mos shkojnë vetë sepse kanë probleme dhe kanë frikën e qenve ndacak. Përndryshe, kandidati Visar Ademi është doktor shkence në shkencat ekonomike, figurë publike dhe mjaft aktiv në skenën politike me komentimin e aktualiteteve politike dhe ekonomike.